beso vedin, voto Tedin. Nëse ne nuk besojmë vedin, ne shesim votën. Nëse ne nuk besojmë vedin, nuk i kërkojmë llogari politikanëve që merr fatet tona për 4 vite rresht. Çfarë ke shkruar ty tek bloku? Atëherë, këtu kam shkruar pika të ndryshme në lidhje me familjen, me dashurinë, me politikën. Tani do t'i tregoj unë shikuesve diçka. Ky tani të dashur miq është bloku im i shënimeve podcasti dhe unë funksionoj gjithmonë me shënime për çdo të ftuar këtu. Nëse do të kishe një mandat në Kuvendin e Shqipërisë sot, do ishte një kaos për ty kjo? Dhe mu më trishton fakti që politika ka ra në nivelin e disa rillsave me banalitete që nuk i intereson, as nuk i përmirësojnë jetën shqiptarëve. Dhe kjo është e trisht. Je mësuar jetë që të nxjerrësh leksiona nga humbja? Kam guxuar me humb dhe kjo që jam të bëj sot është prap një guxim për me humb. Je zgënjur në jetë Tedi? Po, patjetër që po. Po si e përjeton një shkodran dashnin? Unë them që një shkodran kur dan përjetësisht, dan me gjithë zemër dhe dan pa kushte. Cila është diferenca për ty Ted e asaj vajze që t'i e quan dashnia e jetës teme dhe asaj që e quan gruaja e jetës teme? Gruaja jeme duhet me kenë dashnia e jetës teme. Unë kur nuk e kam bërë diferencën mes këtyre dyve. Ted Kopliku, suksesi është të lësh një gjurmë të mirë në botë. Sa bukur, ë? Kjo kisha dashur me kenë përjetësia e ajo gjysma jeme që kisha dashur Milan Shkodrës pra. Ted Kopliku, faleminderit që ke ardhur për Shkodrën në këtë orë të vonë, është ora 10 e mbrëmjes, ke patur një ditë ngarkuar madhomendje në fushatën elektorale e cila vazhdon në mënyrë aktive në qarkun e Shkodrës, ku ti je kandidat për Partinë Demokratike në listat e hapura. Kam dashur të jap shumë vëmendje atyre që kandidojnë në listat e hapura, sa më duken guximtare dhe më duken njerëz që përqafojnë dhe mirëpresin sfidën. Është kështu në fakt për ty? Po, është krejtësisht kështu, por gjithsesi unë nuk e quaj sfidë pa mujtën, edhe e quaj një garë krejtësisht mujtën matematikisht realizueshme dhe besoj që do t'i arrij. Për sa i përket disë fushat, unë njihem gjithmonë keq kur vi në Tiranë për me bë regjistrime për emisione dhe sot erdha me kënaqësinë më të madhe me bën një intervistë ndryshe sepse jam lodh i fje me intervistat politike, megjithëse jam lodh asnjë moment nga fushata. Shiko, Ted është ndryshe nga Tedi. Edhe në regjistrin e emrave sipas Instat, kemi bërë një kërkim me stafin e gazetarëve sot dhe na dilte që Alketa Visiu për shembull në Republikën e Shqipërisë ka 4105, ndërsa Ted ka vetëm 72. Tedi ishin mbi 300. 72 duhet jetë vitet e fundit sepse në atë vit që unë kam lindur 1991-shin ishte fillimi pra i ardhjes demokracisë dhe Ted duhet jetë një nga emrat e vetëm, emri Ted në vitet 90. Ted Kopliku. Gjithë ky emër është emër kështu i projektuar për të qenë një njeri i famshëm që e njohin të gjithë. Po faktikisht dhe historia e emrit tem ka lidhje me një njeri të famshëm, nuk kam bërë shumë hulumtime për historinë e emrit, por është një nga personazhet e Santa Barbara, ka një nga këto serialet e viteve 90 dhe ishte një personazh që tezës teme ngjate edhe nga emri, ishte Ted Capwell, që ngjante me Ted Kopliku dhe i pëlqente si personazh dhe kështu është zgjell emri im. Nëse do bëj një paralelizëm me historinë romantike të personazhit kryesor në Santa Barbara, i cili kishte një histori dashurie me një vajzë që babai i tij nuk e aprovonte, babai yt në një rast të ngjashëm si ky, sa fuqi do të kishte të ndikonte vendimarrjen tënde? Deri ku e dëgjon ti babain dhe deri ku i ke lejuar atij të ketë fuqi mbi zgjedhjet e tua, romantike, profesionale apo zgjedhjet e jetës? A është ai vërtet njëri me ndikim në jetën tuaj? Baba jem ka kanë gjithmonë personi që delegote. Kur shkoshim me pyet diçka, thotë pyetni mamin. Dhe kjo ka krijuar një raport shumë më të afërt me nanën time se sa me babën për sa i përket lajmeve të para. Gjithmonë personi i parë që na biten mend me lajmëru ishte nana, sepse nana e dishim që i thotë lajmërot e babën. Megjithatë ka kanë një shok shumë i mirë, ka kanë një njeks shumë i mirë i andrave tona dhe shpesh është bë si më thënë, frymëzim që ne me arrit, ai ka pas gjithmonë atë dëshirën e madhe që ne me shënrit, me kanë gjithmonë të partë. Por gjithsesi, hin tek ka marrë gjithmonë rolin e babës. Bile një filozof thotë që fatkeqësia e brezit të risat është që kanë dy nana. Pra, sepse baba ka marrë një farë mënyrë është bërë si një nanë, sigurisht që ka anën e mirë që baba me kanë i dashur, me kanë gjithmonë afër fëmisë, por besoj që prindët mi kanë ditë me lujt perfekt rolin e tyre. Kanë lujt gjithmonë polici mirë, polici keq, gjithmonë ka kanë, si më thënë, një raport simbiozet mes tyre. Dhe unë besoj që shoku jam më i ngushtë ka kanë vllai më tepër se sa baba. Baba ka pas gjithmonë rolin e babës. Domethënë, nuk është se ka kanë shok i mirë, por nuk e konsideroj shoku më i mirë jemi. Ka kanë baba më i mirë. Tedi, mosha e demokracisë përkon me moshën tënde, 34 vjet. Mosha Krishtit është 33 vjet, edhe 33 vite Krishti
nuk arriti fundin, thonë, por përjetësinë, je në moshën e Krishtit, po aq sa dhe vetë Partia Demokratike në numerologji 33-ish, numri i mësuesit maestro, i njeriu të ditur. Gjithashtu 33-shi simbolizon sakrifikimin dhe përmbushjen e qëllimit profesional por dhe jetësor. Gjithashtu 33-shi është pjekuria emocionale, si dhe balanca që arrihet midis energjisë së rinisë edhe urtësisë dhe maturisë. Gjithashtu është dhe transformim dhe rilindje. Është eksakt çka pretendoj unë me përfaqësu nesër në politikën shqiptare. Unë them shpesh që na brezi i parë i lindën dhe i rritur në demokraci. Unë faktikisht për ironi të fatit kam dalë nga materniteti me 2 prill, pra 2 prill 1991, sepse kisha lind një javë më përpara, ditën kur përmend fillan me mbi demokracia në Shqipëri, dhe them që Shqipëria ka fatin e madh me pas një brez tashmë në moshën e Krishtit, siç e thonë, jo gati për sakrificën sublime për të mirën e përbashkët, dhe unë e përfaqësoj më së miri atë brez, pra si një njerëz që ka arrit na që thatë ju, pra në formimin për me dhënë tashmë për shoqërinë shqiptare. Lufta për demokracinë nuk e kena bën ne. Për shembull, kur krahasoj gjithmonë brezin e vjetër, sepse është kjo lufta ose konflikti që unë e quaj artificial mes brezit të ri dhe brezit të vjetër, unë them që brezi i vjetër në thojza e ka bë misionin e tij, pra ka sjell demokracinë, ka sjell mundësinë që unë me lind dhe më rrit në liri, dhe sot është rradha jon për me lanë kontributin ton, dhe është momenti më i mirë i brezit tem, por edhe atyre që janë pak më të vegjël dhe pak më të mëj, për me mbyll tranzicionin shqiptar. Çfarë të mirësh dhe çfarë gabimesh i njëjti në fakt? Rrugtimi të Partisë Demokratike e parë nga këndvështrimi i djali edhe të ri dhe të pjekur, që është fiks në këtë moshën kur bëhet balanca e rinisë dhe maturisë. Për sa i përket defekteve që janë bërë në Partinë Demokratike, këto 2 vite e gjysmë që ne ekzistojmë si departament, kena ecë me këtë filozofi, pra që ne duhet kritiken me lanë nëpërmjet propozimit. Dhe në këto 2 vite e gjysmë ekzistencë, gjëja e parë që ne propozuame që duhet me ekzistuar në Partisë Demokratike ishte kama e dytë, kama e propozimit. Sepse Partia Demokratike ishte fut po themi një kurth vetëm denoncues, dhe e mirë kuptoj sepse ishte e nevojshme me denoncu gjitha skandalet që kanë ndodhur në këtë vend, por i mungohet e kama e dytë e propozimit. Gjithashtu, në një kurth tjetër që ishte me pas turp me kënd demokrat, u ndërtu narrativa sikur ishte turp me kënd demokrat, pavarësisht gjitha arritjeve që kishte pas kjo parti politike, ne arritme të barazoshim me një parti që kishte bërë këtë qeverisjen më të madhe të 34 viteve. Dhe ne prodhuam 3 manuale antipropagandët: libri i punëve të mira, libri i zirë i linjes dhe ata thyen. Libri i punëve të mira ishte një rreshtim i fakteve. Libri i zi ishte një paralelizëm për sa i përket premtimeve të pamajtura në këto 12 vite. Dhe ata thyen janë 10 tema propagandistike, kena tregu se si është ndërtu propaganda dhe argumentet për me xhba këtë propagandë. Shiko, një nga karakteristikat kryesore të një demokracie të shëndetshme është debati politik publik, që bëjnë 2 lidet kryesorë ose që bëjnë kundërshtarët me njëri tjetrin. Edhe ky është një debat konstruktiv që qytetarët kanë shumë dëshirë ta kenë prezent për të bërë gjykimin e tyre. Në Shqipëri nuk ndodh. Si e gjykon ti këtë përfundim në cilin kanë dalë forcat politike për të mos qenë në një banak politik apo në një vitrinë ku përplasin mendimet dhe platformat e tyre në të mirë të mirës publike gjithmonë? Në 34 vite ka mungu kultura e debatit publik. Pjesa e djegjes mandateve ka bërë të pamujtur për 2 vite debatin në Parlamentin shqiptar, dhe sot kena një fakt tjetër që Partia Socialiste në lënë përfaqësuesit e saj të dalin në debate publike në banaqet, si që quajnë ato, banaqet televizive. Kjo e vret demokracinë, pra lufta që është bërë në 45 vite ka kanë pikërisht kjo, debati, përballja e ideve. Dhe kjo ka vdek sot në Shqipëri. Sot Partia në pushtet nuk ka asnjë lloj bilancit me bë. Nuk ka asnjë lloj bilancit me bë dhe nuk ka asnjë premtim të majtur në 12 vite. Sigurisht që strategjia e tyre është e drejtë. Tu mos pas asnjë bilanc për me mbrojt, tu mos pas asnjë premtim të majtur, sigurisht e ka luksin për me jamuhu debatin opozicës. Dhe kjo e vret demokracinë. Nëse do të kishe një mandat në Kuvendin e Shqipërisë sot, do ishte një kaos për ty kjo? Po sigurisht, unë ftesa parë që kam bërë si kandidat i Partisë Demokratike, kam ftu secilin nga kandidat kundërshtar në debat publik, i kam thënë me zgjell televizionin, me zgjell gazetarin, dhe kjo ishte para se të bate me urdhën politik që mos delshin debate, dhe nuk kishte asnjë përgjigje. Nuk kishte asnjë përgjigje, dhe mua më trishton fakti që politika ka rënë në nivelin e disa reelsave me banalitete që nuk i intereson as nuk i përmirësojnë jetën shqiptarëve. Dhe kjo është e trisht. Megjithatë, unë e shoh Partinë Demokratike rezistente ndaj kësaj. Pra, unë shoh një parti demokratike që sot ndoshta si asnjëherë më përpara insiston
me lajmëru programin e saj, me lajmëru ofertën e saj për shqiptar që është konkrete e prekshme. Më ka pëlqyer shumë mua gjithmonë debati për zgjedhjet presidenciale amerikane kur kemi dy kandidatët kryesor me një narrativ fantastike të bazuar mbi argumentin, mbi programet politike, dalin përballë njëri tjetrit me qytetari, edhe bëjnë ato që duhet bëjnë, edhe tamam si në një bursë, kuotat e tyre ulen ose ngrihen pikërisht pas këtij debati. Kjo do ishte një panoramë shumë e mirë për qytetarët dhe për popullin i cili voton. Po do të ishte shumë e mirë dhe për një qasje konstruktive dypalshe nga e cila përfitohet. Unë përfitoj nga gabimi kundërshtarit, unë mësoj dhe frymëzohem nga një ide që ti e sjell në favor të shqiptarëve. Edhe nëse ti nuk fiton si parti politike nesër, unë mësoj, them, këtë qasje do t'ja huazoj Tet Koplikut, sepse ai tha diçka shumë të mirë në të mirë të shqiptarëve, sepse unë Tedi mendoj që politika duhet bërë për shqiptarët, dhe jam pro ides dhe kam zërin tim të fortë në media sot për të thënë që nëse do isha sot një politikane apo një parlamentare, unë do luftoja për të majtë për të djathtë, dhe do bëja ato që duhet bëj politika, do t'i bashkoja, përtej luftës dhe betejës politike që ekziston në forcave opozitare. Po në fund fare misioni është institucionet janë të shqiptarëve, janë për shqiptarët. Pikërisht duhet të ekzistojë përveç kësaj ka edhe debat brenda partive politike, atje ka primare brenda partive politike, përzgjidhen kandidat më të mirë dhe në fund ka një përballje mes dy kandidatëve kryesor që janë dy presidentat. Në Shqipëri i pari dhe i fundit në mos gaboj ka qenë në vitin 2003 ose në vitin 2002, pra ka më shumë se 20 vite, debati i fundit që dy kryetarët e forcave kryesore politike janë ballafaqu. Pak më parë u shkëmbeva edhe me një kandidatë të Partisë Socialiste dhe e pyeta si ka mundësi që ju nuk delni në debate politike me ne, dhe ato janë bindur që është e drejtë, asnjë lloj autokritike, tha, normal ne nuk ju japim luksin ju për me debatu me ne. Pra ky ka luksi i tyne. Ajo është detyrimi që ne kena në shqiptarë, ne si përfaqësues politik, ne si kandidat për me qenë pjesë e parlamentit shqiptar që do të marrim foltorën me fol për hallet e shqiptarëve, është minimumi që ne i detyrojmë në shqiptarëve, është debati publik, debati me kundërshtarin. Mund ta pish një kafe Kimbo, se kemi dhe në Shkodër prezente kafe Kimbo, është aroma që na bashkon. Siç politika do të bashkojë shqiptarët, Kimbo i bashkon gjithë shqiptarët. Tedi, ke një slogan shumë të bukur ti në fushatën tënde, beso Vedin, voto Tedin. Çfarë do të thotë kjo? Atëherë, beso Vedin, voto Tedin, ka të bëjnë pikërisht me atë që i duhet politikës shqiptare. I duhet besimi i secilit prej votuesve tek forca që ai ka në demokraci. Nëse ne nuk besojmë Vedin, ne shesim votën. Nëse ne nuk besojmë Vedin, nuk i kërkojmë llogari politikanëve që merr fatet tona për 4 vite rresht. Beso Vedin, voto Tedin është fiks kërkesa që un kam, pra elektorati që un pres me pas, një elektorat që të kërkon llogari, sepse beson te Vedi dhe ti je thjesht personi që ai ka delegu besimin e tij për 4 vite. Pra je një punësum i elektoratit tonë. Dhe pikërisht ky elektorat kërkoi që pikërisht ky zamë shku në parlamentin e shqiptar. Shiko, Tedi ka një vlerësim këtu në Shqipëri për të gjithë kandidatët që futen në politik mbasi përdorin si avantazh elektoral faktin që kanë studiuar jashtë. Ti ke studiuar 9 vite të jetës tënde dhe ke jetuar në Francë, Montpellier, dhe pastaj vendose të kthehesh këtu në Shqipëri. Mendon që ke një avantazh më tepër se ata që kanë studiuar, janë rritur dhe kanë qëndruar këtu ndërsa ti ke ikur? Si një qytetar global patjetër për të parë një alternativë më të mirë edukimi për veten. Në mënyrë absolute ja, unë e pasuroj patjetër pra atë tablon e ofertave politike, sepse eksperjenca që ne marrim jashtë e pasuron eksperiencën e përgjithshme, po sigurisht që edhe eksperjenca në Shqipëri ka atë pasurimin e vet politikës shqiptare. Unë kam kryer studime edhe në Shqipëri, edhe jashtë, dhe besoj që të dyja më kanë shërbyer në forma krejtësisht të ndryshme. Ma përshkruaj jetën tënde në Francë si studente dhe pastaj ke punuar aty apo jo disa kohë? Kam punu për me financu studimet e mia. Kur kam ikë në Francë, isha menaxheri një lokalit, pra menaxhosha një ekip pothuajse 30 vet në Shkodër, dhe kur zgjella me një kia shtetit, sigurisht që zgjolla për me bërë sakrificën me ndryshu pra stadin me nga një i punësum me kalu një student, dhe të marrë parasysh që prind kishin financu studimet e para në Tiranë, tash do t'i financosha vetë dhe isha i detyruar me bë punë. Ti bëre si fillim inxhinieri ndërtimi në Shqipëri? Inxhinieri në Tiranë dhe mbrapa kam punu dhe kam shku në moshën 26 vjeçare, kam ikë në Francë, nuk disha si fjalë frëngjisht. Bëre universitetin e dytë aty? Universitetin e dytë, po më përpara bana 2 vite të shkollës gjuhet, dhe vitin e parë ishte pa mujtën me punu sepse s'disha me fol frëngjisht, por në momentin që mësova frëngjisht u detyrova me gjetë punë. Punë që kam bërë janë punë studentash,
kam shpërnda pizza, kam punu një supermarket ku pastrote peshë, dhe më thanë ishin punë që nuk i kisha imagjinu ma përpara, aq më pak në një moshë 26 vjeçare, por sigurisht që ishte diçka, ishe i detyruar me e bë, dhe kjo më ka dhënë, dhe më thanë, nëse më ka mësu diçka Franca ka kanë me ul hunen, pra, me kanë humilta, me kanë i thjesht, dhe sigurisht që ishte pak më e vështirë që edhe me studiu, edhe me punu, edhe me arrit rezultat, sepse ai ishte qëllimi final. Por ja dola. Thonë që me Ken Shkodran të tana i ban, përveç politikës dhe gjithë profesioneve tjera që ke bërë. Çfarë do kishe bërë ti nëse do kishe zgjedhur politikën, se studiove në inxhinierinë e ndërtimit si shkollë, po the ky nuk është pasioni im. Ja, s'ishte, disha qysh në fillim që s'ishte pasioni im, ishte një deg që unë zgjolla për me hunger book, siç thonë. Print, ajo që unë kisha bën nëse nuk do të umerrsha me politikë ose nuk do të umerrsha as me inxhinieri as me politikë, do të ishte me shkruar libra. Unë gjithmonë kam pas pasion shkrimin, pra. Kam shkruar hartime, kam bërë disa tentativa për me fillu libra. Kam një tentativ prej 10 vitesh me shkruaj një libër që shpresoj kam e shkruaj një ditë, por nëse unë futem në Parlamentin shqiptar është pak misioni pa mujtun. Dëgjoj, do jesh me sfushor mbrojtës apo sulmues në parlament nëse fiton mandatin? Unë kam zgjell me Ken sulmues, edhe vitet e fundit të opozitarizmit një firje radikal na ka bë me Ken të tillë, për me Ken pjesë e politikës shqiptare është kërkesë ofertë politika. Dhe sot politika shqiptare kërkon sulmuesa në kuptimin e parë të fjalës, pra njerëz që janë gati mi dalë në krye betejave. Si do sulmoja ti dhe cili është modeli yt në politikë? Kemi nevojë për modele të reja. Me bë betejë pa kompromis. Për me kthy meritokracinë, për me kthy mundsinë shqiptarëve për me konkurruar të lirë. Cilat janë konsideratat etike që ti mendon që asnjë politikan, asnjë deputet nuk duhet i tejkalojë? Për mendimin tim, ne nuk duhet të hyjmë kurrë tek jeta personale e kundërshtarit politik. Aty është limiti. Pjesa e cila shpesh debatohet është dhuna fizike në parlament, dhuna verbale. Unë më shumë se sa shkak të dhunës globale unë e quaj pasojë një dhune tjetër që është pamundësia e debatit që e përmendëm më përpara, pamundësia për me bë punë me fjalë, dhe kur marrën efekti i fjalës, sigurisht që ka këtë dhunë që ne kena pa në 34 vite shpesh në Shqipëri. Cilat janë kauzat që sjell Tet Kopliku në këtë fushat elektorale? Atëherë unë programin e madh të Partisë Demokratike kam zgjell 3 kauza që lidhen me realitetin në Shkodër, që është siguria, arsimi dhe popullimi. Ripopullimi, më mirë me thënë. Siguria, kisha dashur me pa një qytet sigurt, një qytet ku qytetarët munden me ndërtu jetën e tyre, biznesin e tyre të sigurt, ku institucionet si policia e shtetit me kanë institucione të besueshme, ku krijojnë mundësinë që që krijojnë mundësinë që komuniteti me institucionet me pas një bashkëpunim. Kisha dashur me pa një universitet Shkodrës që shënërit në nivel rajonal, pra edhe më përpara kanë ardhur nga qytetet e tjera, nga shtetet e tjera si Kosova, si Malizi, kanë ardhur dhe kanë studiu në Universitetin e Shkodrës, dhe sot shohim një universitet që i myllen dekt, shohim një arsim ku nxënësit më të shkojnë për mësuesi, dhe këto mësues bëhen furnizuesit me dije të një brezit tan, dhe Universiteti i Shkodrës është një prej, sepse unë të shoh edhe gjimnazet, edhe kopshtet edhe filloret që kanë nevojë për një rikonceptim të arsimit. Kisha dashur me pa një universitet të Shkodrës i cili i përgjigjet tregut punës, i përgjigjet kohës për sa i përket programeve lidhe me zhvillimin e teknologjisë, me inteligjencën artificiale, dhe mi tana kisha dashur me pa një qytet që mushet me shqiptar, dhe jo thjesht një vend ku vinë vetëm turista dhe shqiptarët ikun prej tij. Dhe programi i Partisë Demokratike ka pika për secilin prej tyre, dhe unë do të jem si pjesë e Parlamentit shqiptar lobus që këto pika me shku mu realizu dhe me dhanë produktin e dijes, sigurisë edhe një Shkodrët me shqiptar. Çfarë ke shkruar aty tek bloku? Këtu kam shkruar pika të ndryshme në lidhje me pyetjet që mund të mbishin një ditë. Këtu kam shkruar mendime të cilat më vinë në mend kur isha të ardh këtu drejt emisionit, në lidhje me familjen, me dashurinë, me politikën, me tema të ndryshme. E ke studiuar mirë strukturën e podcastit tim, se ti e di që unë flas vetëm për politikë këtu. E kam pa dhe e shoh që ka disa pyetje të vështira që duhet më para përgatit. Tani do t'i tregoj unë shikuesve diçka. Ky tani të dashur miq është blogu im i shënimeve podcasti, dhe unë funksionoj gjithmonë me shënime për çdo të ftuar këtu. Kështu që nuk je shumë larg stilit tim të punës. Unë jam pak shumë versioni klasik, mbaj shënime këtu dhe jam shumë krenare që punoj kështu në këtë mënyrë, që i takoj një personazhe dhe mundohem të nxjerr aspektet më esenciale të intervistës. Pastaj këto i përpunoj me një staf. Unë isha për mend që kam kanë shumë i fascinuar për mënyrën se si punon, edhe është
realisht shumë profesionale. Shumë faleminderit. Jo, e bëj me shumë dashamirësi këtë për çdo shqiptar që ka një vizion, që ka një ide të bukur që do ta ndaj këtu me audiencën e madhe dhe e di që kjo nuk ndodh vetëm duke bërë pyetje rastësore, një bisedë sikur jemi në kafe. E kam gjithmonë shumë të rëndësishëm përgjegjësi në misionin tim si komunikuese publike, do ta quaj veten gazetare në këtë rast. Kam një pyetje tjetër interesante. Brain gain më ka tërhequr shumë si realitet politik. Keni gati 90 emra, kryesisht të studiuar jashtë, që jeni rikthyer sepse te ky vend keni gjetur shpresën dhe doni që çdo gjë që keni marrë nga përvoja dhe edukimi jashtë këtij vendi ta sillni për më të mirën e këtij vendi. Nuk e di si mendoni juve që do ta bëni brain gainin një faktor të rëndësishëm për të djathtën shqiptare. Cila është trajektoria që do të ndiqni, vizioni juaj? Brain gain është një risin politike në shqiptare dhe realisht momentin e parë kur e morme si departament ishte gati një mision i pamujtun, sepse brain gain do të thonë kthimi i trunit në Shqipëri. Duke qenë pjesë e opozicës, është e pamujtun që ti me njek politika për me bë kthimin e trunit në Shqipëri dhe menduam gjithë bashkë si mundena mu bë dobishëm për këtë projekt, pra nesër në një qeveri qysh sot, sepse ishim në opozit dhe vazhdojmë me kënë në opozit. Dhe thamë ta bëjmë brain gainin e parë, brain gainin politik, pra krijimin e mundësive të shqiptarëve që jetojnë jashtë me u marrë me politikë. Dhe këtë e kena arrit me sukses. Nga 7 që ishim fillim, ne kena arrit me pas diku të 90 persona, siç e thatë ju, të angazhuar politikisht, dikush më pak, dikush më shumë, një parti politike shqiptare pa pas nevojë me kënë fizikisht këtu. Dhe kjo filozofi e të kenonit i dobishëm për mendimin tim është diçka që duhet me u konceptu në gjithë rrugtimin politik. Pra, në fillim njëri është simpatik, pra është imazh, është makijazh, pra ti shohim ata të rinj, ti vëm rresht parë me majta ta bluzat, mbrapa duhet mu bë i dobishëm, i nevojshëm, i domosdoshëm dhe faktor i pamohueshëm. Dhe besoj që të rinjt shqiptar duhet ta kuptojnë këtë gjë, nuk duhet presin, unë e tham shpesh, ne nuk duhet presim na shtrohet tapeti i kuq për me hin politik. Ne na duhet mundësia me bë politik dhe brain gaini ishte shembulli perfekt i dhënërit mundësisë me bë politik. Sot Partia Demokratike është fiksi ne e kena imagjinu. Nuk them që është merit vetëm e jona, por filozofia jon u bë filozofi e një partie të madhe politike. Dhe ky është si mënyra se si unë konceptoj të bëmonit politik dhe brain gain ishte instrumenti i rrallës. E reja përballë të vjetrës në ditën kohë. Çfarë konsideratash ke për emrat e vjetër të Partisë Demokratike? Atëherë, e reja përballë të vjetrës, po prap pjesë e diskutimeve tona në departamentin brain gain, është një konflikt artificial. E reja duhet me prodhu diçka në politikë. Nëse shohim të vjetrën, që ju quheni të vjetrën, pra klasën e vjetër politike, nuk ka bë pak në 34 vite. Në fund ditës ka ndërtu demokracinë, ka kriju kushtet e betejave politike dhe na takon neve për me çu më larg. Nëse po themi brezi i vjetër kaloi nga komunizmi në demokraci, çka ka bë brezi i ri? Pra brezi i ri më mend për një protestë në 2018, por nuk e mbaj mend brezin e ri që të ketë lënë një shenjë në historinë e Shqipërisë. Ti kam shumë kuriozitet të di, ti në këtë moment do ishe interesuar që ta dëgjonte me do e mos këtë intervistë kush? Përveç të djathtëve, thua të thuash 3 personat kryesorë që ti do doje që ta dëgjonin këtë intervistë. Po, përveç kisha dashur me e një 3 persona që unë nuk i njoh. Qëllimi jem më i madh politik, sepse e di që prindë mi kanë me njek, miqtë mi kanë me njek, ato rreth i afërt kanë me njek. Kur më pyesin shpesh gjatë kësaj fushatet, a din këto premtime tipike shqiptare, t'jap kaq vota, t'jap aq vota, deri në 500 vota i ke përmet. Unë e gjëja që unë i them është kisha dashur me mul 5 vet në tavolinë, 5 vet me mni. Pra 3 persona që kisha dashur me mni, domosdoshmërisht janë 3 persona që nuk më njohin. Pra nuk e din profilin tim, nuk e din çfarë përfaqësojnë në politikën shqiptare ose brenda Partisë Demokratike, por janë 3 persona që unë nuk i njoh dhe mas kësaj interviste njohin një pjesë time dhe bëhen kurioz për me ditë rrugtimin tim politik, angazhimin tim politik, mendimin tim politik që unë herë me shkruame, herë me dalje mediatike jam munduar me dokumentu dhe me arshivu. Sa e rëndësishme është që një deputet që kandidohet në Shkodër të jetë shkodran? Për shembull, ka deputet të cilët përfaqësojnë Kuksin, por janë tironsa. Ti je kështu territorial? Unë mendoj që një përfaqësues i parlamentit të Shqipërisë duhet me kenë gjithmonë i lidhur dhe duhet mundësisht çohet edhe të flenë në territorin e tij, të çohet edhe të flenë në qytetin e tij për mu çu edhe me fjet edhe metaforikisht me hallet e atij qytetit. Nëse ne jetojmë kryeqytet, ne shkputena nga realiteti i qytetit ton dhe kthena më 4 vitesh me kërku votën dhe nuk e kuptojmë pse nuk na votojnë njerëzit dhe pse nuk na mbështesin njerëzit. Çfarë do bësh ti ditën e parë kur të bësh deputet? Ditën e parë do të bëj betimin si
parlamentar, si deputet, ditën e dytë do të kthehem në Shkodër dhe unë e them gjithmonë që ky sistem që është sot dhe pozicioni ku unë jam listat e hapura mlill pasgjithshmërisht me votën e shkodranëve. Pra unë jam i varur totalisht për votën e shkodranëve, unë shkoj prej tyre në parlament dhe ekzistoj politikisht vetëm me mbështetjen e tyre. Kjo më detyron me keni lidhun praktikisht me qytetin dhe me qytetarët e Shkodrës, por edhe se si e konceptojnë politikën, është shumë e domosdoshme me keni lidhun me njerëzit që të kanë votuar. Si shkodran që je, do më bësh një tablot Shkodrës, si e imagjinon ti, si do ta pikturoje Shkodrën ti? Tabloja parë që më vjen mend është tabloja Van Goghut, pra kur shoh kalan e Shkodrës, atë përjetësinë e saj, plot ngjyra, me ujna, me diellin, me hanën, por tabloja që unë kisha dashur me ndërtu ose me pa në Shkodrën është një qytet i zhurmshëm, një qytet kryeqendër i Shqipërisë, kryeqendër e Veriut, një qytet që jetohet nga shqiptar, që jetohet nga shkruan, ku funksionon biznesi, ku funksionon arsimi, pra një qytet ku ndin zhurmë e trive, zhurmën e atyne pak trive, pra një vend ku zhvillohet, një vend ku studion, një vend ku punon, një vend ku ndërton të ardhmen. Një Shkodër turistike patjetër, por mi tana një Shkodër për shkodran. Dhe mi gjitha ato fshatna që janë rreth rrotull qytetit ton, t'jen pika referencet për turizmin. Unë e tham shpesh që periferia e Shkodrës më ngjan shpesh me Camargën, ku kam jetuar në Francë, dhe tham ç'i mungon këtij vendit për me kenë mushur me turista ose pikë referencet për turistin francez. E vetmja gjë që i mungon janë politikat që e kthejnë këtë vend burim ekonomik. Çfarë do bësh nëse nuk fiton mandatin e Partisë Demokratike në kuvend? Do të marr një kohë shumë gjatë për me menu. Sepse kam bërë gjithçka që mund të ishte në dorën time si politikan i ri për me arrit suksesin, pra me qenë pjesë e parlamentit shqiptar. Sigurisht që nuk do të tërheqem nga lufta e madhe, është një betejë e hupun, por është një betejë e hupun që sigurisht që ka me ndhim. Por për mua ajo beteja kryesore është beteja për demokracinë shqiptare, për me bërë Shqipërinë një vend ku jetojnë shqiptarë, jo një vend ku vinë punëtorë nga gjitha kontinentet e Shqipërisë dhe ne largona dhe hupim në 4 cepat e botës. Dhe kjo është një betejë që më takon më shumë se kërkujt me që kam vendos me ja përkushtu jetën politikës. Dhe politika është instrumenti më i fortë për me bërë ndryshimet në Shqipëri, sepse në Shqipëri problemet janë vetëm politike dhe thellësisht politike. Por gjithsesi, momentin e hupjes kam pas nevojë për një reflektim thellë ç'a duhet me bë ndryshe. Ku do shkosh, do kthesh në Francës të qetësohesh? Ke një verë të gjatë përpara. Nuk e di pse, po vendi i parë që më vjen mend është Amerika e Jugut, nuk e di pse, por është një vend egzotik që unë se kam pa kur kisha dashur shumë me kanë larg, por unë kisha dashur shumë me fitu dhe me fillu punën me njëherë për me ndërtu ose për me realizu atë që unë kam thënë në vite me fjalë, pra me vepru atë që unë kam thënë. Je mësuar në jetë që të nxjerrësh leksione nga humbja? Patjetër, si jam dorëzu kur, por kam hub në jetë, kam guxuar me hub dhe kjo që jam të bëj sot është prap një guxim për me hub. A kam nxjerr leksione? Po, sigurisht që kam nxjerr leksione, jam munduar mos me përsërit gabimet që kam bërë më përpara, por me që ishim të fol për angazhimin politik, këtë se quaj një gabim, është misioni i joni si politikan për me gjetë rrugën e duhur për me arrit në qëllimin final. Por jam mësuar me hub. Je zhgënjur në jetë ti? Po tjetër që po. Zhgënjimi, vujtja, gjitha janë të lidhuna raportin mes pritshmërive dhe realizimit, pra në mes asaj që pret për me noll dhe asaj që noll. Dhe patjetër. Në dashuri je zhgënjur për shembull? Po prap ka lidhje me pritshmëri që ke pas. Në dashuri, nga dashuritë e para deri tek dashuritë e fundit, po zhgënjimi i parë që vjen i një njeriu në jetë është zhgënjimi që dashuria perfekte që ne imagjinojmë fëmijë nuk ekziston. Zhgënjimi tjetër është kur shikon që ka etapa ndeshni, por mandaj këto fillojnë të zvoglohen sepse ti fillon e kupton raportin mes dy njerëzve, fillon e kupton më mirë dashninë dhe pritshmëritë ulen, pra për sa i përket atij idealizimit dashnisë dhe zhgënjimet janë më të vogla, por zhgënjime patjetër që ka një jetë. Po si e përjeton një shkodran dashnin? Se shkodranët janë pak si napoletanët, pasional, të rrëmujshëm, dramatik. Unë them që një shkodran kur dan përjetësisht, dan me gjithë zemër dhe dan pa kushte. Po me dasht pa kushte nuk do me thënë me dasht pa prit diçka mbrapsh. Me dasht pa kushte është me lanë zemrën tavolinë, pra me besu.
me besu dhe ndrysh në mendimin tem nuk ndërtohet dashnia, po nuk pat besim. Beson ti tek jetuan të lumtur përgjithmonë, tek dashuria e përjetshme? Sigurisht që dashnia transformohet, por unë besoj, patjetër besoj te dashnia e përjetshme. Dashnia transformohet dhe kur ajo arrin mi jetu gjitha sfidave, ajo bëhet e përjetshme, por nuk është e pamujtur. Ke arritur deri tani të thuash që ajo është dashuria jetës time? Po sigurisht, ndoshta disa herë. Po atëherë s'pas ka një dashuri në jetë? Po për momentin ajo është dashnia e përjetshme. E ke takuar ti gjatë jetës dashurinë e vërtetë jetës tënde dhe ke thënë që vetëm një është ajo, dashuria e jetës time. Po disa herë që prej dashnisë të parë ka noll që më thanë që kjo është dashnia e jetës time, sepse për aq sa ke ditë, për aq sa ke një, ajo ka qenë dashnia e jetës dhe ajo ekziston përjetësisht, sepse për atë kohë ka qenë e përjetshme, koha është shumë relative. Në atë moment ajo dashni ekziston përjetësisht dhe vazhdon në atë kohë me ekzistu përjetësisht. Mandej në ndjenjat tona transformohen, kajherë dashnia nuk mjafton. Kajherë dashnia është e pamjaftueshme për me me jetu vetë dashnin, prej kontekstet, prej situatave, por dashninë e përjetshme, kjo është dashnia e jetës time, mund ta kem thënë disa herë në jetën time. Këtë pyetje do ta bëjmë me dialekt shkodran, do përpiqem. Cila është diferenca për ty tet e asaj vajze që t'ia quan dashnia e jetës time dhe asaj që e quan gruaja e jetës time? Qëllimi i njeriut është që dashnia e jetës time më kthy gruaja jeme. Pra gruaja jeme duhet me kenë dashnia e jetës time. Unë kur nuk e kam bërë diferencën mes këtyre dyave. Atëherë këtë dashuri që ke jetuar dhe vazhdimisht i ke quajtur dashurinë tënde të përjetshme, pse s'e ke patur të zgjedhura njërin prej tyre që të ishte edhe gruaja e jetës tënde? Po tu marr parasysh çfarë thamë deri tash për dashninë e jetës time dhe gruën e jetës time, duhet me fol në fundin e jetës time. Është shumë herët për me dhënë përgjigjen. Në këtë moment të jetës tënde je i qartë apo je konfuz? Atëherë, në këtë moment jetës time dhe në secilin moment jetës time, marrëdhënia në çift është diçka që nuk më përket vetëm mua dhe besoj që është diçka që unë mund me rujt private në një jetë që unë kam zgjedhur me bë krejtësisht publike. Pra është diçka që duhet më jetë private në jetën time. A mjafton vetëm dashuria për të qenë të lumtur? Ja, sepse shumë njerëz thonë që love is the answer. Love is the answer, dashuria është përgjigje, por në fakt, kur vim në realitet dhe shohim që jeta nuk kërkon vetëm dashurinë. Ti si e mendon, si e komenton? Un kam një perceptim shumë racional për sa i përket lumturisë. Lumturia është raport mes asaj që pret dhe mes asaj që noll. Ti je shumë i lumtur nëse ajo që pret dhe ajo që noll janë për afërta ose i tejkalon pritshmëritë. Dhe dashnia është një prej elementeve, një prej indikatorëve ose një prej elementeve që prollon ose pengon lumturinë. Dhe unë jam mundu që edhe në dashni me kenë racional, pra emocionet mi i trajtu në mënyrë racionale. A mjafton dashnia? Për mendimin tem që mundet me mjaftu dashnia për me kenë i lumtur, nëse ai është qëllimi final i jetës. Por jeta, siç e thot Schopenhauer, është si një lavjars mes mërzisë edhe vujtjes. Kjo mandej na ka interpretime të ndryshme, pak më pozitive ose pak më pesimiste, por nëse metaforikisht do ta vizualizonim këtë lëkundje mes dy skajeve, kjo është një hapësinë e madhe ku është e mbushur me dritë dhe këtë dritë ne duhet ta përjetojmë sa më gjatë dhe me njerëzit e duhur. Vim nga Arsina, shkojmë në Arsinë dhe në mes ka një dritë pafund. Që dashnia është një prej formave të kësaj drite. Beteja iracionale si është zemra dhe beteja trurit që është super racional. Ty të ka ikë ndonjëherë truri për dikë të kompliku? Unë jam edhe inxhinier, djali një matematiciene dhe një inxhinierit dhe për njëtën mundohem gjithmonë me pas sa më afër atë që duhet me atë që du. E kuptova. Qartësoj pak idet se më dukesh pak konfuz. Të lutem shumë, dua që në podcastin e ardhshëm të kemi një podcast të qartë për qasjen tënde romantike për jetën dhe për dashurinë, siç e ke për politikën dhe për programin e kësaj fushate elektorale. Ne përqendrohem totalisht tek politika këtë herë. Rozafa është një nga simbolet më të bukura të qytetit tuaj, edhe është simboli i një gruaje që do mbahet mend nga legjenda gjithmonë për qëndresën, edhe për sakrificën e madhe. Ajo la diçka jashtë murit për të thënë që jeta do vazhdojë dhe Shkodra nuk do të përkulet kurrë, por do të qëndrojë. Deri ku do shkonte sakrifica jote për Shkodrën, edhe çfarë do lihet i jashtë murit simbolikisht? Alketa, kjo është interesante sepse kjo pyetje që bani ju e ka përgjigjen këtu tek blogu që mund kanë bërë dhurat dhe ju nuk e dishit këtë. Ted Kopliku, suksesi është të lësh një gjurmë të mirë në botë. Sa bukur, ë? Kjo kishte dashur me kenë përjetësia e ajo gjysma jeme që kishte dashur Milan Shkodrës, pra. Si u ndjeve në këtë studio? Si ishte intervistë lehtë.
Ashtu, hë? Ja. U përpoqja shumë ta bëja të lehtë, po jam e bindur që do ta Ishte kesh. shumë e bukur, por nuk ishte e lehtë, sepse pyetjet ishin, jam mësuar me pyetje politike dhe këta i tejkaloshin një fije në dimensione. Do të jetë shumë e lehtë dhe shumë e këndshme kur ta dëgjosh në momentin e parë që do kesh mundësi të ulesh në koltukun tënd, ta lidhësh YouTube-in me televizorin, edhe të shohësh një bisedë ndryshe, që do të shërbejë të rireflektosh për gjërat që kemi thënë sot, okay? Jam i sigurt edhe për ato 3 panjohurit që thame janë ato ndëgjuesi që unë kisha dashur në mëni. Shumë suksese Ted. Shumë faleminderit Salgeta. Fushat të mbar. U kry.